kishte nisur ndonjëri, por sipas gjitha gjasave jemi drejt shtyries së procesit, ndoshta edhe ta fati 2027-s që është vendosur. Pak pritshmëria e Tiranës zyrtare, por dhe e jona, le themi që jemi njohës, pra le themi grupi ekspertëve që njohin procesin e integrimit, që janë përfshirë më përpara apo dhe tani në procesin e integrimit, ka qenë që sinjali i parë që do të jepte, sinjali i parë pozitiv që do të jepte një lloj inkurajimi për fundin e 2027-s do të ishte qershori i 2026, që do të thoshte që do të thotë brenda qershorit do duhej të mbyllej të paktën një kapitull, pse kjo duket sikur tashmë edhe është edhe nuk është, pra pavarësisht se flasim për 2 muaj nga tani, duket se procesi po bëhet pak misterioz, nëse do duam ta themi kështu, është pas 2 është të mbyllura, jo për shkak se ka ndonjë sekret për truajtur, por për shkak se i tillë është procesi vendimarrës i Bashkimit Evropian. Do dua të shpjegoj shkurtimisht çfarë ka ndodhur nga fundi i marsit deri tani, Komisioni Evropian ka paraqitur në Këshillin Evropian, pra në atë që quhet Forumi i vendeve anëtare, ku secili vend anëtar përfaqësohet nga ambasadat e tyre të akredituara në Bruksel, ose siç njihet në gjuhën teknike grupi COELA, grupi i posaçëm i zgjerimit. Pra komisioni ka paraqitur atje raportin IBAR, në anglisht Interim Benchmark Assessment Report, që është raporti i plotësimit të kushteve të ndërmjetme. Pra që një vend të plotësoj trajektoren e integrimit ka kushtet për hapjen e negociatave, kushtet e ndërmjetme ku jemi ne tani dhe kushtet për mbylljen e negociatave apo mbylljen e grup kapitujve specifik. Shqipëria është në mes të këtij rrugtimi, që do të thotë që shpejtësia nga hapja e negociatave deri tani ka qenë e shpejt, pra vendet e tjera e kanë marrë raportin IBAR apo kanë diskutuar për raportin IBAR mbas 4 apo 5 vitesh mbasi kanë nisur procesin e negociatave. Dhe kur them vende të tjera i referohem kryesisht shembullit të Malizi, që është edhe shembulli më i afërt dhe në kuptimin e ngjashmërisë së 2 shoqërive, të strukturës ekonomike, të administratës etj. Pra, Shqipëria, komisioni e dorëzoi këtë raport në fund të marsit, ka patur një seri takimesh të vendeve anëtare në Bruksel, të cilët nuk kanë vendosur veto, sepse nëse do të ishte vendosur një veto, raporti nuk do të ridiskutohej në takimin pasardhës. Pra ka rreth 3 javë që ky raport diskutohet, amendohet, ndryshohet, hiqet një paragraf, vendoset një tjetër, derisa ai do të marrë trajtën përfundimtare, derisa kushtet e ndërmjetme pra të konsiderohen finale dhe t'i paraqiten qeverisë shqiptare. Pra ka një të vërtet aty që janë 9 vende që pra nuk po themi që kanë vendosur veto, po janë skeptike duke ndalur pak. Unë nuk kam marrë për momentin. Po kjo është më se normale, kjo ka ndodhur në miratimin e raportit IBAR për Malinezi. Malizi ju desh 1 muaj diskutime mes vendeve anëtare, që të merrte që raporti i ndërmjetëm të merrte dritën jeshile nga vendet anëtare. Në fakt kanë qenë raportime mediatike, grupi COELA nuk ka nxjerrë asnjë, le themi, konkluzion zyrtar apo dokument zyrtar ku të shprehen shqetësimet e vendeve anëtare. Me siguri çfarë është raportuar në media duhet jetë saktë, sepse nuk ka patur kundërshtim nga asnjë palë, as nga komisioni, as nga qeveria, por këto janë normale në procesin e negociatave. Vende specifike anëtare e shohin procesin e negociatave të vendeve kandidates shpesh nga syzet e tyre, pra nga dylbit e tyre, dhe duke dashur të ngrënë çështje që ambasadat e tyre në Tiranë u dërgojnë zyrave qendrore në kryeqytete. Kush nga këto vende ju ka bërë më shumë përshtypje që pra e ka ulur marshin për momentin? Ne kemi nga Greqia këtu afër deri në Po jo, Greqia ka qenë gjithmonë në këto ujëra, në raport me zgjerimin, ka patur gjithmonë një shqetësim për Maqedoninë e Veriut, ka një shqetësim për Shqipërinë, pra kryesisht në vendet kufitare Greqia ka ndjekur një politikë shumë të kujdesshme, më jep të t'jap, pra kjo ka qenë qasja e ka hershme e Athinës karshi sidomos Maqedonisë. Shqipëria se kaq. Dakor, kjo është gjë tjetër pastaj, po në diplomaci gjithmonë, edhe pse ti je në pozitat e më të fortit dhe në pozitat e më të madhit, gjithsesi vazhdon ushtron presion për të marrë çfarëdo lloj diskutimi që mund të jetë në tavolinën diplomatike të Athinës dhe Tiranës. Pra Greqia ka ngritur çështjen e minoriteteve, edhe pse unë mendoj që minoritetet në Shqipëri gëzojnë
të drejta absolutisht brenda kornizës së drejtave të njeriut dhe Konventës Kombeve të Bashkuara, dhe nuk ka patur raportime serioze, por as jo serioze nga komunitetet atje që të drejtat apo liritë e tyre janë të cënuara. Megjithatë, siç thash, secili vend e shikon nga lupa e vet. Ka patur pretendime mbi të drejtën e pronës, nga vende si Polonia, fjala bie, të paktën siç është raportuar. Çka është një qasje e çuditshme, sepse vende anëtare nuk parahyn në kaq qelizëm të çështjeve, sidomos kur ato nuk paraqesin një interes të drejtë për drejtë për vendin përkatës që e ngrë këtë. Me siguri, një raport nga ambasada polake në Tiranë, e quar në Varshavë, dhe kjo më pas ka shkuar në Bruksel, pra kjo do ketë qenë, le të themi, trajektoria e qëndrimit polak në grupin Koela. Edhe një herë dua të theksoj që këto janë procese normale, vendet anëtare vazhdimisht ngrën shqetësime gjatë procesit negociatave, është legjitime, e lejon procesi, e një procesi, por nga ana tjetër vendet anëtare ne duhet ta vëmë pak veten në vendin e tyre, nuk do duan të marrin në gjirin e tyre një vend me probleme, një vend që ka shqetësime mbi respektimin e drejtave e tjerë. Por kjo është gjithmonë një negociat, një diskutim në tavolinën e vendeve anëtare. Lajmi i mirë është që raporti është sërish në agjendë për të diskutuar në takimin e javës së ardhshme, do të ketë vazhdimisht drafte që do të qarkullojnë midis komisionit dhe vendeve anëtare. Shqipëria në këtë moment nuk ka asnjë rol, pra është në rastin më të mirë dëgjuese në këto takime, ose nuk merr pjesë fare. Pra këto janë dy skenaret e mundshme. Kryesisht këto janë takime në një farë mënyrë konfidenciale, ku Këshilli, pra përfaqësuesit e vendeve anëtare, diskutojnë me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, i cili për icë vërtetës ka hartuar një raport pozitiv. Pra ajo që ka thënë kryeministri është e vërtetë. Unë kam parë një draft raportit i bar, një draft paraprak, ku komisioni e rekomandon nisjen e mbylljes së kapitujve, ndërkohë që vendet anëtare që diskutuan deri tani kanë ato dilemat e veta.